VMRO dhe grupi i krimit të organizuar dhe mediat e tyre propagandistike po vazhdojnë përsëri me të njëjtën histori të sëmurë dhe të rreme, duke pretenduar se sekretari i përgjithshëm i LSDM-s, Aleksandar Sasha Dimitrijevic, është takuar me Ruzhiqin dhe se LSDM po punon me opozitën serbe. Kështu thon nga partia opozitare LSDM sa u përket akuzave të VMRO-s se LSDM po bashkëpunon me opozitën serbe. Sipas tyre, e vetmja e vërtet është se Sasha Dimitrijevic ishte në funeralin e gjyqit të tij. Nga LSDM thonë se nuk ka një takim të tillë dhe se në fund të fundit Dimitrijevic e mohoi qartë dhe pa më dyshje të gjithë skandalin e sajuar dhe deklaroi se nuk i kishte parë dhe as nuk i kishte njohur Ruzhiqin dhe Bashanovicin. Sipas LSDM-s, ata po bëjnë një aferë të re nga pikëllimi njerëzor dhe një moment familjar, duke e cilësuar këtë si një shembull klasik të një fushate të sëmurë dhe të paturpshme të udhëhequr nga VMRO. Kjo është pjesë e operacionit me Black Cube, Mossad privat që Mickoski dhe një grup kriminal punësuan për të monitoruar opozitën dhe për të sajuar afera. Sa shumë i mungon morali kësaj organizate, u pa në Hungari dhe Sloveni. Në Hungari ata madje hynë në dhomën e gjumit të kryeministrit në ardhje Peter Magjar dhe vendosën kamera për të bërë regjistrime private dhe për të krijuar një skandal. Tutje ata thonë se edhe në Sloveni ata bën të njëjtën gjë për ish kryeministrin Janoš Janša, ku regjistruan fshehurazi opozitën dhe më pas media shkroi për aferat. Nga ku kjo kompani erdhi edhe në Sloveni edhe në Maqedoni, direkt përmes Orbanit, ish kryeministrit të Hungarisë, i cili tani vet po përballet me hetime serioze për krim dhe korrupsion. Nga LSDM shtuan se ata po e shndërrojnë një funeral në një takim sekret me SPS-n, partinë që është partneri më i ngushtë i koalicionit të Partisë Progresiste të Serbisë, të presidentit serb Aleksandar Vučić. Ata thonë se ashtu si kryetari i Partisë Socialiste të Serbisë e quan Vučićin vëlla, ashtu edhe Mickoski i konsideron Orbanin dhe Vučićin vëllezërit e tij. Sipas LSDM-s, qytetarët e shohin qartë kur VMRO mbetet pa argumente, kur bien me 150.000 vota dhe kur janë në rënje të lirë. Ndaj që sipas LSDM-s, e vetmja gjë që u mbetet është të sajojnë afera të rreme edhe nga funeralet.